fare me njës, do më thënë. E thatë që Jos Osmani do të ishte në favor të zotit Kurti ose vendosjes, por a do të ishte në interes të shtetit, që zonja Osmani të ishte edhe një mandat të dytë për faktin që ka pasur aktivitete, veçanti në politikën e jashtme, në bordin e paqes, komunikimin të jetë afërt me Trumpin e të tjera s'pa jo. Unë mendoj që ajo nuk ka treguar ndonjë sukses. Është një përshtypje e gjerë e njerëzve, domethënë Kosovë, që e ka treguar sukses sepse nuk njerëzit edhe nuk kanë parametra në bazë të cilëve e masin suksesin. Ata nisën vetëm si po shkelqen, si po duket, e kupton kur të shohin që atje presidentja jonë më e bukur se ato presidentet e shteteve tjera ose presidentet e tjera. Por është dhe më thënë se apo jo, komunikimi me Trumpin, të jetë i afërt, komunikimi. Po komunikimin me Trumpin të jetë afërt, më të afërt, kurse ka pas Abdullah Hoti, kryeministri i atëhershëm. Edhe lëvdatat më të mëdha se Abdullah Hoti për Trumpit, asnjë politikan i Kosovës nuk i ka marrë. Por dhe Trumpi ka thonë se keni të lashëm me thërë? Po mirë ka thonë edhe të shkon dikush tjetër president, Trumpi ja kishte thonë po të njëjtën gjë, më thonë, kështu që nuk është e ndonjë merit e madhe, por ajo nuk ka treguar ndonjë. Shikoni vetëm këtë një akt që tregon, domethënë se sa ajo ka qenë koshiente në kryen e detyrës së presidentit. Shumë në të në kohën këtu në emisionin, në shumë emisionin tjera, e kanë thonë që duhet më bën ndryshimet kushtetues, presidenti më zgjedh në popull. Ajo tek kur e pa që nuk po dojnë me zgjedh presidente, i dërgoi amendamentet. Ajo dashtë të me në fillim mandatet, i kishte dorëzuar në fillim mandatet të saj, sot nuk do të kishim pas problem për presidentin, do ndoshta ajo me këtë opinionin që u kryu rreth saj si presidente suksesshme tjera, dhe pse sipas mendimit tim nuk ka qenë fare suksesshme, po populli ka kriju çat bindje që ajo ka qenë suksesshme, tash nashta ai kishte fituar 70-80% në zgjedhje direkte dhe e kishte marrë mandatin si presidente, por ajo nuk u mërzit për atë punë, sepse nuk ka pas ajo hallin e shtetit Kosovës, nuk ka pas interesat e vendit, por më tepër ka ndërtu imigjin e vetë edhe me atë imazhin e vetë është përpjekur shkoni, kjo që dhe më thonë vetë fakti që për shumë kur flet anglisht thët Kosovo, jo Kosova, si që thët Albini ose Donika Gërvalla, ose që ka thonë Ibrahim Rugova, ose të ke funit edhe miqt e Kosovës, Tony Blairi, ose Hillary Clintoni, ose Bob Dole, tjerë, Elliot Engel, tjerë, kur flisnin anglisht, thoshin Kosova, jo Kosovo. Kjo të regon qasin e saj ndaj interesat të Kosovës, dhe të regon se sa pak, ose as pak patriotë është. Jemi kejtë në fund.